Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi e adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Vllazni, me ndihmën e Zotit do mundohem të shpjegojmë hadithin e 10 nga Ebu Hurajra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, transmetuesi i fesë islame, shoqëruesi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se i dërguari i Allahut ka thënë: Allahu është i pastërt dhe pranon vetëm atë që është e pastërt. Disa përkthime të hadithit: Allahu është i mirë dhe pranon vetëm atë të mirën. Allahu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu Allahu i ka urdhëruar besimtarët me ato gjëra që i ka urdhëruar profetët. Thot Allahu xhallashanuhu: o profet, hani nga të lejuar që ju kemi dhënë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmendi dikë që ka bërë një rrugë të gjatë, i pakrehur dhe i pluhurosur, që ngre duart lart duke u lutur, edhe i cili thot: o Zot, o Zot. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram dhe është ushqyer me haram, dhe mbyll pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e si mund t'i pranohet lutja këtij personi i cili i ka këto cilësi. Hadithin e thon Imam Muslimi. Fjala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allah është i mirë, i pastër dhe nuk e pranon vetëm se veprat e mira, po hojnë se prej emrave të Allahut është edhe emri at-Tayyib, i mirë, i pastër. Dhe se Allah i pranon ato punë që janë të cilësuara si të mira. Kjo përfshin të gjitha llojet e punëve ku prej tyre është edhe fitimi. Për arsye se nga fitimi të cilën e fitojmë ne, qoftë ajo rrogë mujore, qoftë ajo pagë ditore, qoftë ajo tregti, qoftë ajo punësi që bën sezonet ndryshme, gjithmonë duhen të jenë prej fitimeve, prej punëve të mira halal. Prandaj kërkohet prej muslimanit dhe muslimanes që të kryej gjithmonë punë të mira, të fitoj vetëm të mira halal dhe të shpenzoj vetëm prej fitimeve të mira. Fjala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka urdhëruar besimtarët ashtu sikur se i pat urdhëruar profetët të dërguarit e tij. Vllazni, urdhat e Zotit për robërit e Zotit janë të njëjta të barabarta mes pasuesve të profetëve dhe profetëve. Përveç se profetët, sa i përket obligimeve, janë ngarkuar me obligime shtesë nga populli, të cilët e kanë pasur. Ne, si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jemi obligu prej Zotit që t'i falim 5 kohë namazit. Ndërsa Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e ka ngarkuar Allahu me namazin e natës. Sa parafërsisht ta fal çdo natë 1/3 e natës namaz. Pra të nona besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, kur ka pa Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që po i rrjedh gjak nga këmbët e tij, ju ka dhim burri i vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj dhe ka thonë: efela ekunu abdan shakura, a mos jem unë rob falënderues. Ne, Allahu na ka ngarku me 5 kohë namaz. Dërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas obligim namazin e natës, dërsa për neve preferohet që të falet namazi i natës. Në hakun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë obligim. Dhe në qoftë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në shtëpitë të tij, nuk e ka falur namazin e natës gjatë natës, e ka falur gjatë ditës. Kjo tregon për obligueshmërinë personale të tij.
Mirë po ditën nuk e ka falë 11 recate, e ka falë 12 recate, për arsye se gjatë ditës nuk ka namaz tek, namazet gjatë ditës janë çift. Allahu xhalla shanuhu thot: o ju të dërguar, hani gjërat e mirë halal dhe punoni mirë. Gjithashtu Allahu xhalla ka thënë: o që besoni, hani gjërat e mira halal të cilat ua kemi dhënë. Do thot, edhe ku ju ka drejtu Allahu profetëve, edhe ku ju ka drejtu besimtarve, ka kërku Allahu xhalla shanuhu që të hajnë halal. Mirë, kur të hajmë halal, duhet edhe ushqimin me cilën e blejmë duhet jetë i fituar nga halali. Për arsye që nuk e bën halal ushqimin halal në qoftë se është parja haram. Hukmi, vendimi mirët prej asaj që është blerë. Do shta njeriu, sidomos kohën e sotit, janë sprovuar me sprova të ndryshme. Çdo qytet i ka specifikat e veta. Është fatkeqësi e madhe për dukuri negative që janë shfaqur në vendin tonë. Për dukurive të shumta që janë shfaqur në vendin tonë është mbas asaj që na tregojnë të tjerët, është fitimi ndonjëherë për shkak pjesëmarrjes madhe në bastore të futbollit. Sipas njerëzve që aty ku jam imam, tregojnë se një pjesë e madhe janë me një fjalë kronik, smundje kronike, me fut gjys euro, 1 euro, 2 euro, 3 euro. Do thot ai, në qoftë se fiton dhe kur del nga ai vend i mallkum, shkon blen ushqime halal. Nuk do thot që ato ushqime që i kanë ble, që janë për shembull nga orizi, nga pasulja apo diçka tjetër, dhe i çon të shtëpia e tina që i kanë ata halal me hongër. Për arsye që bler parja që është bler me ta është fituar haram. E dyta, dhonja kamat edhe familjarë ndaj familjarëve. Do thot, nuk ka të paktën janë ata burra musliman të se t'jepin bërsh pa interes. Do thot, miku i jep dhondrit, dhondri i jep mikut, shoku i jep shokit, do thot gjithmonë parafërsisht me 1% të afërt të bankave. E prat, ko pas kove, i shohim ato që shohim të gjithë, duke arrestuar njerëz që më të vërtet i shfrytëzojnë nevojat e të tjerëve, sidomos në raste sëmundje, kur njeriu ka ndonjë antar të familjes apo dëshiron me qel një biznes që mendon se do të ketë, mirë po fillimi është filluar me haram dhe ma buni ala fasit fa hu fasit, dhe çdo sen që ndërtohet në të kot është e kot. Allahu xhalla shanuhu do thot i ka ngarku edhe profetët, edhe pasuesit e profetët që të fitojnë halal, do të hajnë halal. Ne u patëm thënë, o ju të dërguar të Allahut, hani të gjitha gjërat që janë të mira dhe të pasta dhe bëni veprat e mira. Ky është një urdhër që Allahu i madhruar ka drejtuar të gjithë profetëve të tij, që të ushqehen me ushqime të këndshme, të mira, pra me rrezikun halal dhe ta falendrojnë e shprehin mirënjohje Allahut xhalla shanu. Mirënjohja shprehet nëpërmjet punëve të mira, përmes të cilave rregullohet zemra dhe trupi. Kjo jetë që jemi duke jetuar tani dhe bota tjetër që do shkojmë me lejen e Zotit. Pastaj u tregoj se Allahu xhaleshanu është i gjithë ditur në fund të ajetit për çdo përpjekje që bëjnë për hir të tij. Thot Allahu xhaleshanu, unë di gjithçka që ju bëni. Ai ka për t'ju dhënë shpërblimin më të mirë. Kjo tregon se të gjithë profetët kanë qenë unanim në lejueshmërinë e ushqimeve të pastra të mira dhe i kanë pasur të ndaluara të pistat dhe të këqijat. Gjithashtu ata kanë qenë unanim në urdhërimin për vepra të mira, edhe pse në disa urdhëresa mund të kenë pasur ndryshime. Sidoqoftë, thot Sheikh Abdurrahman As-Saadi, të gjitha veprimet e tyre kanë qenë të mira, por të gradave të ndryshme sipas kohës dhe vendit. Kështu mund të themi me bindje se çdo vepër e mirë, e cila është e tillë në çdo kohë dhe vend, ka qenë gjithmonë diç i pranuar unanimisht dhe i kryer nga të gjithë profetët e Zotit xhaleshano. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po tregon për një njeri që më të vërtet dietarët e fesë kur shpjegojnë gjendjen e këtij njeriu, që gjendja e tij tregon për nevojën e madhe të tij. Ka rënë dert, ka rënë hall. Po i ngrit durt, flok të shprishura, rrobat pluhrosa, edhe të shprishat pluhrosa. Durt i ka ngritur për qiellit. Edhe vazhdon të thonë o Zot, o Zot. Allahu xhaleshanu nuk po i përgjigjet.
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po tregon dhe po thot, në një kohë kur është ushqyer me haram, ka pirë haram, është veshur haram dhe ka punuar me haram. Një njeriu të tillë si mund t'i pranohet lutja, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpjegon se Allah nuk pranon vetëm se të mirën, dhe se të dërguarit dhe besimtarët u urdhëruan që të ushqehen nga të mirat halali. Dhe pas kësaj shpjegoi gjendën disa njerëz që kundërshtojnë këtë rrugë, ndërkohë që ushqimi nuk e kanë të mirë halal. Përkundrazi, ata kthehen dhe mundohen ta fitojnë haramin, duke e përdorur në të gjitha aspektet e jetës, në ushqim dhe në veshje. Kjo të ushqyet me haram shkakton mospranimin e lutjes së tij. Megjithse në pamjet e parë shkaqet për të cilat pranohet lutja ishin të pranishme te ky person. E para, udhimi i gjatë. Dhe ne e dim, mbas hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej vendeve të cilat pranohen lutjet, është edhe lutja të cilën e bën udhëtari. Gjendja ti me flokë të pakrera dhe i pluhrosur. Do thot, ky leqë është udhëtar, mirë po dhe gjatë udhëtimit ti nuk ka kur farë shqetësimi tjetër vetëm me lutë Zotin xhaleshano. Zgjatja e durve të tij gjatë lutjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu xhaleshano turprohet para një njeriu i cili i ngrit duart e tij, e lut Zotin që t'ia kthej zero, do thot ose ja pranon lutjen që nuk e kërkon, ose ja largon një të keqe e cila ka pas me i ndodh, ose Zoti i harun atë lutje për ditën e gjykimit kur ka nevojë më shumë ti. Si dhe lutja që njeriu ja bën Allahu xhaleshon në madhështinë e tina, duke thirrë Allahun xhaleshon me njërin prej emrave të Zotit xhaleshon. Sheikh Uthaymini, kur e komenton të këtë hadith, thot, ai nuk u merrte ky njeri, nuk u merrte me veten e tij. Por gjithë çështja e tij dhe angazhimi i tij ishte që të bënte lutje. Po shkaqet e bëshin të pamundur që atij t'i pranohet lutja. Shtoi kësaj dhe angazhimit i të plot duke i përsëritur fjalët. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot si mund t'i pranohet lutja. Nën kupton pamundësinë e pranimit të lutjes përdesa ekziston arsyet ushqyerja me haram. Vllazni, ky njeri i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fatkesin e ka pasur kur ka qenë i vogël. Thot u gudhije bil haram, dhe është ushqyer me haram nga kush? Nga prindit e tina. Pra sy që fëmia kur ushqet në shtëpi, në moshë të re, i gjithë ushqimi që e përdor do të jetë prej krye familjarëve të tij. Nëse i ka prindër të gjallë, nga baba, nëse nuk i ka prindër të gjallë, nga gjyshi, nga axha e kështu me radhë. Do të fatkesia këtij ka vazhdu nga lindja deri në këtë moshë të madhe. Prat, dietarët e fesë kanë thonë, Allahu xhaleshanuhu ka thonë, lutmuni son ju përgjigjem. Lutmuni son ju përgjigjem, Allahu ju përgjigjet në qoftë se ju e keni ushqimin, pijen, veshen halal. Në qoftë se i kemi këto 3 gjëra në veten tonë. Ka mundësi prindi, kur kemi qenë të vegjë, na ka ushqyer me haram. Ne nuk bëjmë kat për veprën e prindit tonë. Mirë po ku jemi bot të vetëdijshëm, në kohën kur shkruan lapsi, dhe llogaritemi përfitimin dhe shpenzimin, dhe kur jemi bë zot vetvetes në kërkim të pasurisë dhe shpenzimin e pasurisë, dhe ne i kemi ushqimin halal, pijen halal, rrobat të cilat na mbulojnë avretin halal, dijeni se nuk ka do e cila kthehet. Omer radiallahu anhu ka thonë, unë nuk e baj gajlen e përgjigje Zotit. Për arsye që Zoti ka thonë, lutmuni, son do i përgjigjem. Vetëm gajle, vetëm derë që unë e kam, a jam duke u lut. Pse ka pas kësi vetbesimi Omer radiallahu anhu? Ka pas për arsye që ai ka pas ushqimin halal, pijen halal, rrobat halal. Dhe Allah xhalesha nuk e them premtimin e tij. Dhe Allah ka premtu dhe ka thonë, lutmuni, son ju përgjigjem. E në qoftë se ne dëshirojmë që Zoti i Madh na përgjigjet neve, atëherë kemi kujdes ku e fitojmë dhe si e shpenzojmë pasurinë që më të vërtet në kohën e sotit
ashtu që është shpjeguar në hadithin e kaluar, halali është i qartë dhe harami është i qartë dhe mes tyre ka gjëra të dyshimta, një pjesë e madhe prej besimtarëve, sidomos me ndryshimin e shitjes dhe blerjes, dhe sidomos të pagesave, dhe sidomos kur një pjesë e madhe nga besimtarët janë pajisur me kartela të bankave, se sipas ekspertëve ka kamat në to dhe janë shkak për me rënë kamat nëpërmes tyre, për shkak se nuk arrin me i pagu ato obligimet që ja lejon banka me hy, dhe pas kalimit një kohës, do të thotë ndoshta frigoriferin se ne ka ble. Duke menduar që do kthe në kohë, nuk e ka kthy me kohë për një kest apo disa keste dhe ju ka rrit. Dhe ka hyrë kamat. Dhe ndoshta kamata është e vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për kamatën dhe shëmtimin e saj, ka thonë 1 dirhem kamat është me mekat të Zotit sa djalit të flan me nanën e tij 36 herë të ketë marrëdhënie të me nanën e tina. E atë është këshill për çdo musliman dhe muslimane. Sidomos në vendin tonë këto ditë, shumica besoj që ju kanë thirrë edhe bankat ju aty ku i merrni rrogat nëse keni rroga nëpërmes bankave, a dëshironi të pajiseni me këtë lloj të kartelës. Përgjigjja ka qenë nga ona ime çdo herë. Jam hoq, smart, turp që e musliman besimtar. Nuk më lejohet për shkak rrezikshmërisë së saj që të bi, do thot në haram. Çaj haram nuk është haram i thjesht. Është pe haram dhe gjinoheve të mëdha që e bojnë njerëzimit, që i shpall njeriu luftë Allahu xhaleshu. Para mendoni shirkun Allahu e ka shty ballafaqimin me robën deri ditë gjykimit. Vetëm me ka që Allahu xhaleshu nuk e ka toleru dhe i ka shpall luftë njeriu. Në këtë botë është ata të cilët mirën me kamat. E sot fatkeqësisht do të një pjesë e madhe nuk janë duke pas kujdes, ashtu që thot Sheikh Meshuj një ligjat për ligjatave të tij, sidomos ata të cilët blejnë. Vllazni, kjo blerja me kiste. Me të vërtet ka nevojë që shumë njerëz që janë në lami ekonomisë islame t'ia sqarojnë në mënyrë të gjerë dhe të thjeshtë me kuptu situatën. Shumë vllazni i kom pyet një tregtar për tregtarëve të mëdhaj, si shet ndër banesat, i shesta me 5 vite. Në qoftë se dikush nuk ka arrit mi pagu disa mija euro, e ka pagu ndoshta 90%, 95%. Tha hoqta nuk po du tha me ta dhoni përgjigje me ta bosh shefin. Në moment që si pagun për 60 muaj, i kanë metë edhe shumë pak, me njëherë automatikisht kalon hyn në kamat. Është program i cili nuk ndryshohet. Në qoftë se ç'ky program, ç'ky folder nuk më shelet mrenda 60 muajve, komplet kalon, ndoshta e ke ble banesën, 80.000 euro i ke dhënë, ose 70.000 euro, ose 60.000 euro i ke dhënë halal, ka jetë kesti i fundit ose i para fundit, ose 2-3 fundit, e ke pagu 80.000 plus 300 euro. Do thot paramendoj e ka banon një vend ku i kimi rënë sejtë dhe Zotit Gjeleshanu, i cili tu ka shëndru i tërë ai vend që ke nis me halal, tu ka shëndru me haram duke i shpall luftë Zotit Gjeleshanu. Pra të mundohemi që më të vërtet kush nuk ka nevojë me ia pranu Allahu lutë. Të gjithë kemi nevojë, pra të mundohemi të kujdesemi për veten tonë, që më të vërtet kur të ngritim duart, Allahu na e pranon lutjet tona, apo të na e largon rrezikshmëritë tona, apo të na ruan Zoti për ditën e gjykimit kur kemi nevojë më shumë ti. Përfitimet që mund të përmendim nga ky hadith, e para, e tayyib, i mirë, i pastër është një prej emrave të Allahu xhaleshanuhu. I pastër nga temetat, gjithashtu prej secilës e tij është dhe e mira sepse prej të gjithë emrave të Allahut nxirren dhe pohon atributet e tij. E dy, muslimani duhet të veprojë mirë dhe të fitojë në mënyrë të ndershme. Sadakaja pranohet vetëm kur është nga pasuria halal. Sadakaja pranohet vetëm kur është nga pasuria halal. I dërguari i Allahut ka thënë, Allah nuk e pranon namazin pa abdes. Gjithashtu nuk e pranon sadakën e atij që e jep nga malli i zaptuar, hadith rasulullah me Muslimin. Allah i madhuar ka dhënë njerëz shumë të mirë dhe i ka urdhëruar që të ushqejnë me ushqime të mira halal. Të ushqyet me haram çon në mospranimin e lutjes. Një prej arsyeve që çojnë
në pranimin e duas është udhëtimi dhe gjendja e njeriu kur lutet, duke qenë i pakrehur dhe i pluhurosur. Gjithashtu ndër arsyet është edhe ngritja e duarve gjatë duas, që është më afër pranimit lutjes. Drejtimi nëpërmjet emrave të Allahut xhaleshanu, prej këtyre arsyeve është edhe këmbgulja deri në plotësimin e duas, me qëllim që Allahu t'i përgjigjet asaj. Ka hadithe vllazni, Allahu xhaleshanu nuk e don nga një njeri i cili thot e kom lut Allahun dhe e lën dorë. Njeriu ka thonë dietar Petyr ibn Kaimi, kur ta lutni Zotin xhaleshanu, lutni në gjendjen e fëmisë. Pse ka përmend gjendjen e fëmisë? Ata që janë martuar dhe i kanë dhëruar Zotin me fëmijë, fëmia kur teket në shtëpi apo kur del jashtë shtëpisë, do thotë vazhdon të kapë për rroba, të kërku me ia ble, me ia plotësu dëshirën dhe nuk e nal kërkimin e dëshirës tij derisa ti plotësohet. Ka thonë që çdo besimtar do të jetë ndaj Allahut xhaleshanu. Do thotë mos më ndërprej lutjen. E kum lut Allahun deri kur del vdekje. Allahu e din pse nuk po të përgjigjesh. Ndoshta don Allahu xhaleshanu që gjithmonë ti me qenë i përulur para tina. Gjithmonë me tregu, do thotë për ulsin, nevojën që kemi ndaj Zotit xhaleshanu. E jo do thotë që me ngrit njeriu mendjemasin dhe me thonë nuk kam nevojë për Zotin xhaleshanu. Pa dietarët kanë thonë edhe të kërkim falja, që është lutje. Ka thonë, a është më i mirë një njeri i cili nuk bën mëkate kurrë dhe nuk kërkon falje, apo një njeri i cili bën mëkate kohë pas kohë dhe kërkon falje. Ka thonë më i mirë është ai i cili gabon ndonjëherë. Për arsye që kur gabon i shtohet përulësia, i shtohet turpi, i shtohet nevoja për Zotin xhaleshanu. Sallallahu ala Muhammedin wa ala al-Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.